Cili mendon ti që është lojtari më i mbivlerësuar shqiptar? Po mund të përfshish ndër vite. Ndër vite më i mbivlerësuar. I mbivlerësuar. Pyetje e fortë kjo fare. Hysa i le të themi. Është Hysa. Lojtari që ka thyer rekordin me më shumë paraqitje me kombëtar. Mund të lush në ekipin kombëtar për 300.000 arsye. Bukur përgjigje. Po shiko, to eliminatore ka qenë në formë mirë. Nuk është faji ati se s'kemi prodhuar mbrojtësa të tjerë. Do të thënë, ka qenë më i mirë i rolin e vet. Për mua i mbivlerësuar, jo se s'ka dhënë kontribut. Trajneri më i mirë shqiptar. Trajneri më i mirë shqiptar. Nuk po e thot Dajon direkt. Jo, s'ka lidhje Dajon. Trajneri më i mirë shqiptar, shpëtim dorën shoh. Alternative kjo. Komplimente. Do të thënë ajo që harro. Am thot ti je real. Real për net më çeu alternativa. Do e kishe besuar kombëtarën? Aktualisht. Jo. Pse jo? Se nuk e kemi ne ende kapacitetin. Thonë që lojtarët kanë por dhe nuk e dëgjojnë trajnerin shqiptar. Jo, s'ka të bëjë me atë. Mendoj që është problem më i madh akoma. Mendoj se aty do ndryshoj formacione 100%, do shohet sa emra formacion pastaj që Shiko, të jesh në Shqipëri, duhet të jesh në trysni të madhe, nuk je imund ndaj trysnisë. Të aq më tepër trajner e ekipit kombëtar. Jo se s'kan njohuritë e duhura për futbollin. Po do jenë në një presion të jashtëzakonshëm dhe unë nuk njoh asnjë nga këta që mban presion. Ekipi që luan futbollin më të bukur në Shqipëri. Ekipi që luan futbollin më të bukur në Shqipëri, Shkodra tradicionalisht. Vazhdon akoma. Pas dështimit flamurtarit për 20 vite rresht krijoi futboll ekip. Humbi traditën, humbi emrin, tashmë është bërë ekip normal. Ashtu po shkon dhe Tirana. Tirana pas pak vitesh nuk do mahet mos i emblem, po shkoi edhe një vit 2. Në këtë gjendje rrezikon të shuhet edhe historia. Madhështia. Pesha e fanelës. Bravo. Skema Final Four. Dështim apo rritje konkurrencës? Sa tifoz shkojnë në stadium gjithë vitin, ne i kemi pas 3 javë të para të kampionatit. Kur luja top. Kur luja top e bukur. Pasqyra më e mirë e cilësisë, si e kampionatit, si e skemave, si e nivelit të futbollit është sa banorë kanë stadium. Cili është problemi më i madh i futbollit shqiptar aktualisht? Nëse Duka ka bërë maksimumin që mund të bëjë për këtë vend për ekipin kombëtar. Po për ekipin kombëtar. Nuk e dia e ka të mundur të kthehet që të lejë shenjë në futbollin shqiptar të rikthehet në riorganizimin e kampionatit shqiptar. Por gjasat janë pak të pamundura se do të themi të vërtet. Tani nuk është se klubet e futbollit janë dorë çunave turp. Kështu që tash është e vështirë t'u marrësh nga dora, kështu që unë e shoh me pak shpresa këtë punë. Nëse do të përballeshin dy ekipet, kush do të fitonte? Brezi juaj apo ky Brezi i sotshëm? Kur jam grumulluar për herë të parë në ekip kombëtar, ishim Durrës edhe ishte hera e parë që duhet shifja Sokol Kushtën nga afër. Më linte një djesi kur vraponte, sikur do më shtypte. Duke i frikshëm. Shumë i frikshëm dhe ishte autoritet që e kishte kriju me atë që bënte. Nuk më trem kërkush nga këta, si nga 2 metra, si nga 5, si nga 7. Këta janë të... Ka të bëjë edhe me shijet, janë më të lehtë në rëndësi se çdo futbollist i mirë i asaj periudhe ku unë nuk hyj. Se ka pas futbollist më të mirë sa unë pafund. Do na mbyllësh me një histori më pikante që ke nga futbolli që ke luajtur. Çfarë mban mend një ngjarje që edhe për batut mund të jetë? Kur luaja me Teutën e Durrësit, na bie me Parmën. Parma e Turamit. Ishte Gianfranco Zola, ndeshjen e parë lute Inzaghi, Asprilla, Christos Stoichkov, sa kishte marrë topin e artë. Me këtë ekip në ranë në turin e dytë. Edhe kur thonë këta që mundi Skënderbeu, këtë Jegellonja, Sportingu e Lisbonës. Po lejmë se Sportingu e histori tjetër. Ta për një driblim bukur atë. As se kemi mund një herë, as do e mundim një herë. Edhe ikim po dhe të trembur. Për luajmë ndeshjen e parë këtu, trajneri jon Bashkim Koka, në atë kohë
që kishte ekipin, ishte njëri shumë emotiv, shumë emocional, po një njeri që të karikonte me drejtësinë, dërshmërinë e vet të fitonte si individ. Çfarë frike ke, i thot, afrohet personi që Parma kishte lënë na shoqëronte, nuk ishte as specialist i lartë futbolli. Thot, çfarë problemi ke, i thot, pse je kaq i trambur, pse dridhesh, thot. Po kam frikë në një ndeshje me rezultat thellë, nesër nuk e meritojnë çunat, i thot kë. Se flisin italisht të 2000. Ai kthehet, thot, shiko mua, thot. Këtu, thot, nuk bëhen kur shumë gola, thot, se Parma luan për zgjerje. Si, thot, këto luan për zgjerje, luan me qarkullim topi, do bëj 80 pasime tha derisa të shkoj deri te fundori, ata nuk bën dot shumë gola. Nuk ja bën askujt, jo. Po i fitonte ndeshjet. Këtë desha unë na krijonte dhe ky trajneri jon let na lodhi duke prit, po ti fitoi ndeshjet me lojë, me stil loje. E mbyll e bukur me një mesazh edhe për kombëtaren. Ilirian, falenderojmë që ishe këtu me ne për gjithë historitë që ndave. Faleminderit për mundësinë që më dhe, ishte kënaqësi, mezi pres më ftosh herën tjetër. Urojmë kur të jemi botëror, ti jesh prapë këtu. Unë uroj që të vit ju kërkoj ndjes për Silvinian mas ndeshjes me Poloninë. Let ngeli aty, Faleminderit që na ndoqët.